Pedonale e qytetit të Bilishtit u mbush me atmosferë festive në mbrëmjen tradicionale të maturës, një aktivitet që prej vitesh organizohet nga Bashkia Devoll për të uruar maturantët në përfundim të një prej etapave më të rëndësishme të jetës së tyre. Në festë morën pjesë jo vetëm protagonistët e kësaj nate, maturantët e gjimnazit të bashkisë, por edhe qindra qytetarë që u bashkuan gëzimit të rinjve. Mbrëmja nisi me paradën e maturantëve përgjatë pedonales së Bilishtit, ku të rinj të veshur me elegancë u përshëndetën nga familjarët, miq e qytetarë. Festa vijoi më pas me muzikë e kërcime, ndërsa i ftuari special i këtij viti, këngëtari Gena Lito, elektrizoi atmosferën me interpretimin e tij. Drejtori i gjimnazit, Fuad Babani, Eduard Begolli, vlerësoi organizimin si një traditë e rëndësishme që motivon nxënësit nga ulë atyre kujtime të bukura nga vitet e shkollës së mesme. Festa është në bazë e traditës që është krijuar në Devoll një ditë e tillë, ku me rastin e përfundimit të vitit shkollor, për të nxitur nxënësit që të kenë arritje më të mira në mësime, Bashkia Devoll organizon një festë të tillë, që edhe të krijojë atmosferë, por njëkohësisht edhe pjesa e nxënësve, si thua të mbajnë mend një kujtim të bukur nga vitet e gjimnazit. Është bërë traditë dhe ne falenderojmë bashkinë që e vazhdon këtë traditë dhe besoj ta vazhdojë edhe në vitet e mëvonshme. Ju falenderojmë. Urim për maturantët. Uroj që maturantët të kenë suksese në rrugën e tyre të jetës, ata do vazhdojnë universitetet të dalën me rezultate të shkëlqyera, po edhe tek këtu gënonjës ta ketë këtë mundësi, rrugën ta ketë të bardhë, jetën ta ketë të bardhë dhe ti prijem bara. Emocionet e kësaj nate u përsollën edhe nga vetë maturantët. Në emër të bashkëmoshatarëve të saj, maturantja Emilia Gjata falenderoi mësuesit e shkollën për vitet e kaluar së bashku, duke i cilësuar gjimnazin si vendin ku morin jo vetëm dije, por edhe vlera për jetën. Sot është një ditë e bukur që do të mbetet gjatë në kujdesin tonë. Pas viteve të mbushura plot sfida, përpjekje, sakrifica, buzëqeshje dhe kujtime të paharrueshme, jemi mbledhur për të festuar përfundimin e një kapitulli shumë të rëndësishëm të jetës sonë. Në emër të gjithë maturantëve, dua të shpreh mirënjohjen tonë më të sinqertë. Faleminderit gjimnazit Fuad Babani, që na dhuroi vitet më të bukura të gjimnazit. Jo vetëm në klasat ku bëhej mësim, por në korridoret ku fluturonin fjalët dhe të qeshurat, në palestrën ku luhej me shpirt gjatë ditëve të ftohta të dimrit dhe në oborin e gjelbërt që ndonjëherë i thëriste nxënësit ditët e fundit të shkollës. Një falënderim i ndjerë shkon për stafin e kualifikuar dhe të përgatitur të këtij gjimnazi, të cilët nuk na mësuan vetëm matematik, fizik, kimi, por na mësuan vlerat e jetës. Ju udhëhoqët me durim, na inkurajuat kur kishim nevojë dhe besuat se ne edhe në ditët kur ne vetë ndryshonim aftësitë tona. Mbrëmja u shndërruar në një festë të mëngë për të gjithë qytetin, ku muzika, vallet e emocionet shoqëruan maturantët deri në orët e vona. Për ta kjo natë shonoi fundin një etape të rëndësishme e fillimin një rrugtimi të ri, ndërsa për Devollin mbetet një traditë e bukur që çdo vit bashkon komunitetin për të festuar suksesin e ëndrave e brezit të ri.